Një dietar tregon se e ka pa ëndër një të ri i cili sapo kishte vdekur. Dhe në ëndër po e pyet ky dietar këtë të ri, po i thot: "Çka të afroj? Cilla vepër të afroj ty më shumë me Allahun xhaleshanehu?" Dhe po i përgjigjet ky i ri që kishte vdekur, po i thot: "Njerëzit menduan se më afruan afër ato vepra që më kanë pa duke i bën. E kanë pa djalin duke ardhur në xhami, e kanë pa djalin duke agjëru, e kanë pa djalin duke dhënë zeqat, e kanë pa djalin që po shkon në haxh, e kanë pa djalin duke dëshmu veten e tij me vepra të ndryshme." Mirë po tha jo. Masë shumë ti dobi më ka bo kur ju më zgju një natë të ftohtë dhe i kam fal 2 reqat natën kur askush nuk më ka pa. Qa jo më ka bo dobi masë shumë ti, thot ky djali i ri, i përgjigjet në ëndër këtij dietari. Mbase një namaz i natës i sinqert peshon më shumë se sa veprat që njerëzit i admirojnë. O besimtar, në këtë hadith Allahu na mëson se njerëzit më të mëdhenj nuk janë domosdoshmërisht ata që i njohim. Nuk janë domosdoshmërisht ata që i shohim. Nuk janë domosdoshmërisht ata që gjithmonë e marrin bajrakun dhe thonë: "Unë jam musliman, unë e bëj këta, unë e hike aromeve, unë e kështu." Ka njerëz të tillë që para namazit sabahut zgjohen dhe marrin abdes dhe i falin 2 reqat, por kërkush nuk i di. Kërkush nuk i di. Ka njerëz të mirë, ka njerëz të tillë, të cilët e lën kënaqësinë e shtratit, e lën kënaqësinë e qeves duke u mbulu, e lën kënaqësinë e familjes dhe zgjohen dhe natën e i falin 2 reqat namaz për hir të Allahut xhaleshanu. Këta njerëz i admiron Allahu xhaleshanu. Këta njerëz i don Allahu xhaleshanu.